siç edhe po e shikoni, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kuadër të detyrimit që ka për të zhvilluar testimin operacional për teknologjinë përpara përdorimit të tyre në ditën e zgjedhjeve, po zhvillon pikërisht procedurë e cila ka si synim të verifikojë nëse të gjitha funksionalitetet e parashikuara të pajisjes janë në rregull. Dhe ajo çfarë edhe juve mund të shikonit, ishte pikërisht testimi i asaj çfarë pajisja ditën e zgjedhjeve duhet të bëjë, duke nisur që nga rasti i votuesit i cili është votuesi rregullt në atë qendër votimi, rastin e votuesit i cili nuk i takon asaj qendre votimi, rastin e votuesit i cili paraqitet për herë të dytë për t'u identifikuar, gjithashtu edhe rastet e veçanta që lidhen me atë të komisionerëve dhe të zgjedhësve që paraqiten me vendim të gjykatës. Gjithashtu edhe procesi i hapjes dhe i mbylljes së votimit. Moment tjetër që është objekti i testimit është edhe diagnostikimi i pajisjes. Siç edhe po shikoni, janë 3% pajisjes, pra për 941 qendra votimi janë përzgjedhur numri që përkon me 3% pajisjeve, përzgjedhur në mënyrë asesore dhe procesi po vjen. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë gjitha masat dhe është i detyruar që brenda 2 orëve të realizojë zëvendësimin e pajisjes në rast se do të dështojë suporti teknik online i operatorit. Jemi duke përmbushur një detyrim të kodit zgjedhor, edhe pse personalisht vetë do duhet ta them që ka qenë e panevojshme për të bërë, sepse ne përdorim të njëjtën makinë edhe në këto zgjedhje dhe të njëjtën makinë do përdorim edhe për 4 raunde të tjera, edicione të tjera zgjedhjesh, por gjithsesi sa kohë është parashikuar nga kodi zgjedhor që përpara çdo procesi votimi, KQZ duhet bëj këtë operacion, ne jemi duke e zhvilluar. Mendoj që eksperienca, duhet ta them këtë, shumë pozitive e KQZ-s në aplikimin e identifikimit elektronik, është një bazë e mirë për të menduar që në këto zgjedhje problematikat do t'jenë thuajse zero. Dhe nëse ka një gjë që për të cilën mund të përgjigjem me siguri absolute, në kuptim të probabilitetit, siguria e votës përmjet sistemit të votimit elektronik në Vor është 100% e sigurt. Jemi duke punuar dhe do të punojmë në bashkëpunim dhe me numëruesit dhe me partitë politike që t'i nxisin njerëzit e tyre antar të grupeve të numërimit që ky proces të finalizohet sa më shpejt jetë e mundur brenda fatit ligjor.